Albin Kurti nuk e pëlqen atë. Po. Do të thotë, kjo është, që unë që nga fillimi kam parë të pamundur zgjedhjen e saj dhe ajo në fakt Vjosa Osmani, duke qenë se është mandati i saj i dytë, ka rrezikuar Albin Kurtin më shumë se sa ndonjëri prej liderëve të opozitës, për shkakun që ajo mendon që edhe pas mandatit të dytë të merret me politikë dhe do ta shfrytëzonte të gjithë mandatin presidencial për të goditur Kurtin dhe për të krijuar një avantazh në krijimin e një force të re politike e cila do ta sfidonte atë në zgjedhjet e ardhshme. Është e natyrshme që Kurtin nuk e ka pëlqyer këtë gjë, sepse ai e din se nuk është ajo, nuk janë të besës asnjëri as tjetri. Domethënë nuk është sa ta kanë lidhur një besë dhe për ta përmbajtur njëri tjetrin. Në momentin e parë që do të mund ta tradhtojnë njëri tjetrin, ata edhe do ta bënin. Kështu që çështja ka qenë se kush do t'i pari do t'i kthej shpinën në momentin më caktuar. Dhe në këtë pozitë më të volitshme ishte Albin Kurti, gjë që e bëri. Nuk e kandidoi, por besoj që problemi nuk është pse ai nuk e kandidoi Vjosa Osmanin, por pse nuk i dha postin ndonjërit prej liderëve të opozitës dhe po mendoj në kësaj mund ta shmangte këtë krizë, të mos rrezikonte një mandat të fituar në mënyrë spektakulare me 51%. Dhe si e vlerësoni deklaratën e presidentes Vjosa Osmani se kjo krizë u shkaktuar nga njerëz që duan t'i bëjnë keq Kosovës? Tani kjo bën, po mendoj pjesë në kuadrën e këtyre hakmarrjeve politike, po unë nuk e besoj që Albin Kurti don të bëj keq Kosovës, por është thjesht ka, domethënë në cilësitë e tija nuk është që bën një politikë shumë të ngurtë, shumë kopratëse kur ka të bëjë me negocimin, dhe gjë që kjo ka qenë ndonjëherë duke shtrënguar fort litarin, atëherë edhe kputet litari. Është problemi në gjithë ajo mjeshtria e politikës është që ta tërheqësh litarin nga vetja në maksimumin e mund